orës së dielës në Prizren, në një atmosferë të ngrohtë e festive, është bërhapja solemne e showroomit më të madh në Kosovë për panele dekorative nga biznesi Interia, duke mbledhur të pranishëm të shumtë nga fusha të ndryshme, të interesuar për risitë në dizajnin e brendshëm dhe arkitekturën moderne. Pronari i biznesit, Andi Durguti, theksoi se Interia synon të sjellë në Kosovë trendet më të fundit të arkitekturës së dizajnit, duke ofruar produkte moderne dhe zgjidhje inovative për klientët. Ai bëri të ditur se përveç shitjes së produkteve, kompania ofron edhe shërbime të projektimit, duke u kujdesur për çdo detaj të realizimit të projekteve. Interia si biznes ka filluar si ide shumë gat. Sot po e konkretizojmë me hapjen e showroomit më të madh në Kosovë për panele dekorative, ku është një hapësirë mbi 1000 metra katror dhe me mbi 500 modele ndryshme të paneleve dekorative. Përveç paneleve dekorative, ofrojmë edhe zgjidhje të ndryshme të modeleve inovative të trendeve më të fundit arkitekturës. Përveç për shtëpi, ofrojmë panele ndryshme edhe për zyrë, restorante, lounge-bare të ndryshme, që janë modelet e trendeve më të fundit në Kosovë dhe më gjerë. Durguti shtoi se me rastin e hapjes, gjatë javës së parë, klientët do të kenë mundësi të përfitojnë deri në 25% zbritje për produktet e caktuara. Përveç shitjeve, ne miremi edhe me projektimin, do me thonë irim gati çdo detaj, qysh prej pjesës së ides deri në realizim të saj. Me rast të hapjes, javën e parë kemi zbritje deri 25% në produktet caktuara. Të pranishmit në këtë ngjarje e vlerësuan lart hapjen e këtij showroomi, duke e cilësuar si një koncept të veçantë në tregun vendor, me produkte moderne dhe cilësi të lartë, që pritet të ndikojnë në zhvillimin e mëtejmë të dizajnit të brendshëm në vend. Ndërse para 27-8 vite, 9 viteve, kësajde kanë kalu vetëm kolonat e ushtrisë e paramilitarëve serb, sot elhamdulillah, po hapum biznise, po hapum lokale, po marrojmë shkolla, po marrojmë rrugë, po marrojmë banesa, pra jemi të lirë. Por, këtë liri që e kemi, këtë punë që e kemi, duhet jemi të vetëdijshëm. Se nëse nuk jemi falënderus, nëse nuk dim me i çmu, atëherë mujmë na dalë për i dorë. Ky biznes është biznes i ri i vendit tonë, edhe mund të them i vetmi në Kosovë i këtij lloji. Edhe ja hedha një sy e pas që ja vlen. Domethënë ka gjëra që si kom pa kur, i vlerësova për idenë që e kanë marrë idenë e veçantë. Domethënë është jeta, koha është e asaj dekorit. Faktikisht çdo gjë bëhet dekor. Asnjë gjë nuk lihet hajt. Madje ja lypim dekorin shumë high lux, jo vetëm kot. E për dekor edhe lux jemi në vendin e duhur këtu. Ky showroom, i cili ndodhet në rrugën Brigata 125, në afërsitë e lagjes Bajramcuri në Prizren, vjen me mbi 500 modele të ndryshme të paneleve dekorative, duke ofruar një gamë të gjerë zgjedhjesh për ambiente të ndryshme, nga hapësirat rezidenciale deri te zyrat dhe lokalet gastronomike.